Përshëndetje I themi vllavët tonë nga Shqipëria. Përshëndetje aqë. Si kaloni? Mirë, unë quhem Gentian Ymeri, banoj në Akarnin të Vlorës, edhe po bëj gati 20 e diçka kusur që kam ardhur këtu në Kosovë. Edhe I kam mbledhur gjithë qytetet e Kosovës, si në Prishtinë, në Gjakov, kudo që kam shkuar. Po për këtu në Podojev kam ndjenjë një kënaqësi edhe miqësi që kam zënë me muzikantat, më kanë afruar dhe unë I përshëndes. Symer Musën, Rimin saksofonistin edhe Kushtrim Bala. Si kaloni këtu, si e pranuar përgjithsisht, pasi ka vite, ndoshta 20 e më shumë vite që jeni në Kosovë. Po, normale që po. Unë shkoj edhe në Përdasma me Tupana. Po, e shfryzoj dhe kohën e lirë kur jam gjatë ditëve kështu dalë edhe në qytete. Në Përdasma për shembull, çka kërkojnë më shumë që ti këndosh? Vallai, kur shkojnë në Përdasma ata kanë qef edhe më shumë këngët e Shqipërisë. Se këtu tradicionale për shembull vetëm çajan, kishota, rrugova këto janë. Pastaj çështa llavaja ajo është tjetër anë. Unë për veten time unë bëj muzikë shqip, nuk bëj në ato. Po. Dhe muzika juaj për shembull pëlqejet nga gjithë adhurues të cilët janë, edhe kalimtarët e rastit edhe ata që janë në dasmë. Gjithë. Kur ke filluar të merresh me muzikë? Unë kam filluar që në Kopësh, që isha 6 vjeç. E nisa me fyll, edhe arrita te klarineta. E kam pa shkollë, e kam veç talent. Po. Për shembull gjitha vegla muzikore ju mund t'i bini? Jo, unë I bi veç klarinet. Klarinet? Po. Po vegla të tjera keni provuar? Nuk e se është një diçka, po në ditë me Ira nuk I mshon dot. Përveç se kësaj që e kam të lindur, nuk është se kam e shkollë. Kjo është me të lindur, talenti? Po, normale që po. Si qëndron familja atje në mesin tuaj, vendlindjes? Shumë mirë, me thënë drejtën, unë në Shqipëri kam veç nënën që jeton, se gjithi janë të martuar, janë të shpërndar, ku Itali, Greqi, janë Gjermani, janë të shpërndar. Po gjendjen ekonomike keni jo të mirë, apo? Normale se po ta kisha gjendjen të mirë, nuk do arrisha deri këtu që të visha. Kjo veshje shumë interesante është e juaja. Kuqezi, e keni Kosovën, Shqipërinë, e keni kombin tonë. Normale, unë jam një njeri për shumë që unë kur kam ardhur për shumë në pidhin tuj, ja kam nisur me këngën e Ardemi Asharit, edhe kur ja kam nisur, kur e kam ndjerë tingullin e atit, mua më ka lënduar shumë në zemër, edhe kam qarë në njerë. Duke I rënë, duke qarë, të betohe me shpirë, kur e kam bërë këngën e Ardemi Asharit. Përgjithsisht, si gjendesh në për qytetet tjera të Kosovës, jo vetëm këtu në Podojev. Ndoshta këtu e keni gjetur veten më mirë. Më mirë sepse I përshëndes dhe inspekcionin e Podojevës, janë njerëz shumë të mrekullueshëm. Me emra nuk I njoh, po I përshëndes. I përshëndet përzemërsisht. Shumë, gjithë I përshëndes, edhe gjithë njerëzit tu po llapian, si quhen tu janë. Shumë bukur. Edhe kombi unë përgjithsisht e ka traditën e vet, I ka trashëgimin e vet, kështu që duhet ta ruaj. Edhe jo në një farë mënyrë do të mundoni që ta ruani ashtu. Normale. Të trashëguar nga gjithë jetën, unë derisa të vdesh, të lekun nuk e heq dot. Jo, vallai po. Do ta mbar gjithmonë. Gjithë na shqiptarët, kush ka ardhur këtu në Kosovë, asnjë sikur unë nuk e ka këtë lek. Ndaç se unë në Skënderaj kam ditur, po të thuash dhe kam lej qëndrimi që kam banuar në Skënderaj. Edhe gjithë më kanë salutuar, gjithë më kanë përshëndetur dhe janë kënaqur me mua. Po kërkojnë këtë lek këta qytetarët, kalimtarët e rastit? Telefonat nuk dalin, veç na leku. Telefonat nuk dalin. Që t'ja gjesh? T'ja gjesh leku diku, në ndonjë lek tjetër? Këtu ka normale që roba që si, po unë kam qenë I piksuar shpirtërisht që t'i bëja kështu me këto flamurat të Kosovës dhe të Shqipërisë. Se jemi një. Simbolet kombëtare. Normale që po. Me rëndësi është për shembull që kemi kufirin e lirë.
Po, Lirisht mund të kalojmë. po, Andej normal. kufirit, këndej kufirit. Po, Ka normal. mbetur vetëm një formalitet. Po, normale që Është kështu. Po, Është një gëzim i madh për Shumë. gjithë shqiptarët. shumë për gjithë. Për gjithë Jemi normale një këmbë. Po, normal. Dhe Falenderit. mire, po si kalon e ditën përgjithsisht këtu për shembull, pos muzikës, natyrisht. Shumë mirë, falenderoj Zotin gjithë, sepse nuk luftoj për shumë, luftoj për pak, e sash, me jetu. Sa është vështirë të jetosh në kohën e sotit kur kemi çmime astronomike, Jo, çmime të larta, si në Shqipëri si në Kosovë. Jo, në Kosovë është më mirë se në Shqipëri. Me anë çmime. Pse për shembull? Në anë të çmimeve, ndash na ushqimi, na cigaret, na këto, është shumë mirë. Më mirë ja kaloj unë kam detë, unë jam në Shqipëri dhe arrita, unë u tranova në mendja, thash unë qa është kjo punë këtu, nuk shtyhesh e fare. Ju s'keni punuar asnjëherë vetëm kështu me vekla muzikore. Me thënë të drejtën, kam punuar një 5 vite, me thënë të drejtën, kam punuar një 5 vite, po arrita për shembull që atje ishte puna do punoje për 10 euro gjithë ditën, nuk ja vlente për shembull që të rrotoheshe. Derisa arrita, më qoj Zoti prapë të instrumenti dhe gjeta një mënyrë që erdha këtu në Kosovë dhe. Dhe nga ky instrument apo nga kjo vekël muzikore përfitoni në një farë mënyrë sa për të jetuar. Po, normale që po, se milionat si bojmë normale. Ja, nuk bëhen dot. Është vështirë. Normale që po. Po ka dikush që vije kështu me ju ndonjëherë për t'ju ndihmuar në Jo. vetëm je. Jo, veç vetëm. Ja, për të më ndihmes ime është ky bushniku dhe klarineta ime, edhe unë vetë. Zërusi. Po. Zërusin e keni, klarinetin e keni, Po, edhe vetë. zërin edhe vetë je. Po. Shumë bukur. Dhe për fund për dëgjuesit e Radio Lapit keni ndonjë këshill? Dëgjuesit Valla, tonë. i përshëndes gjithë. Llapianët janë shumë të mrekullueshëm dhe jem shumë i kënaqur këtu prej tyre. Për kënaqësi që vërtet ju kemi parë këtu, ju kemi gjetur në këtë shesh të qytetit të Podujevës, duke kënduar dhe duke i kënaqur të gjitha kalimtarët e rastit, mirë po edhe në dasma që merr pjesë. Po. Vërtet është madhështore edhe bukuri. Padyshim edhe kjo jep frymëzim për të ardhmen, për vullnetin tuaj dhe dëshirat tuaja që ti konkludoni. Falenderojmë për zemërsisht. Respekte. Faleminderit shumë. Respekte. Ishte kënaqësi. Respekte. Filloja. Qa të bëj? Faleminderit shumë. Është mrekulli. Pas interviste, kjo është Kanadën. Kjo është ëmbëlsira. Respekte.